A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet I takojnë vetëm Allahut Zotit gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato pejgamberët e tjerë të cilët kanë ndihmuar këtë din dhe besimtarë dhe besimtare që kanë ndihmuar këtë din, mëshira dhe rahmeti I Zotit qoftë për mbi të gjithë ata. Po paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për mbi të gjithë ju që jeni edhe këtu bashkë sonte. Inshallah të përfitojmë disa minuta. Në kapitullin e Bekares jemi, edhe nëse mani mend shtunë në kalume, folëm për ajetin I cili urdhëron melekët që të nderojnë, të respektojnë Ademin a.s. Por, e respektuan e ndëruan, dhe më thënë e zbatuan atë urdhën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, sepse deri më sot nuk dihet në I melek që të ketë kundërshtuar Allahun Gjelle Gjelaluhu, përveç shejtanit mallkuar. Edhe në këtë rast, pra, me rastin e krijimit të Ademit a.s., shejtani e kundërshtoi Allahun Gjelle Gjelaluhu, pra nuk ju bind apo nuk tregoi respekt për Ademin a.s. Allahu Gjelle Gjelaluhu sill të ajetin tjetër, që normalisht janë bashkë është Ademi dhe Havaja. Famë që mbasi I farkohe, Allahu Gjelle Gjelaluhu krijoi edhe Havën si shoqe dhe si bashkëshorte të Ademit, dhe me thënë si mas planit Zotit Gjelle Gjelaluhu, pra ishte që të shtoheshin njerëzit me burr edhe me gru, mashkull edhe femër. Sikur kemi përmend në një ajet tjetër që Allahu Gjelle Gjelaluhu ka krijuar gjithçka, po I ka krijuar çift. Pra dhe njerëzit habiten sot që merren me studimin e kafshëve, të pemëve, të ujrave, të reve, dhe gjithçka që ka krijuar Zoti Gjelle Gjelaluhu, edhe habiten se si Allahu pra Gjelle Gjelaluhu I ka krijuar çift. Ani se këto qafiret e sotshëm, Zoti u zoftë inshallah, duan ta ngatrojnë këtë çështje. Nuk është e re kjo çështje. Këtë çështje në mundu ta ngatrojnë që herët. Pra shkatrimin e gjinive, mashkull, femër, familjes, djalë, vajzë, pra herët kanë punuar për shkatrimin e këtyre, por sot, me qenë se merret vesh nga të gjithë, është bërë dhe ma e rrezikshme. Allahu I drejtohet dhe ju zoftë inshallah. Inshallah do të kemi kohë për të folur edhe për këtë, po na jetët që do vënë më mbrapa. Atëherë, ajeti I sonshëm, Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulna ja Adem uskun ente ve zawjuka al-jannata ve kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Sadaqallahu al-azim. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, ne I tham Ademit, zbashku me Havan, jetoni në xhenet, në këtë vend të mirë, që e kom përgatit apostafat për ju. Hani nga frutët e këtij xheneti, nga pemë, nga ushqimet, jetoni të lumtur, por vetëm kujdes, hadhihi ash-shajara. Mos ju afroni, thot, kësaj peme, sepse është shumë rrezikshme. Pra nuk e kam caktuar, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, për të hangër. Edhe ne dim dëshe që për atë që I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu ka urdhëruar dhe ka thonë që nuk bën më. As një lloj njeriu, as profetët, as me lajket, në mënyrë absolute nuk do t'i afrohen. Çfarë ndodh? Shejtani përgjonte, masi u dëbu nga mëshira e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Arriti që Ademin dhe Havën t'i mashtroi, edhe ata t'i afrohen asaj peme. Dhe ajo pemë nxori nga xheneti. Se Allahu Gjelle Gjelaluhu e kishte caktuar si sprovë atë.
Pra, kuptojmë që caktimi i Zotit xhelle xhelaluhu sigurisht që ka qenë jo pa diturinë e Allahut xhelle xhelaluhu, që ato do dilshin nga xheneti, do dilshin në këtë botë, do vazhdohej jeta këtu, do shtoheshin njerëzit këtu, e derisa të vende dita e gjykimit. Pra gjithçka është në diturinë e Zotit xhelle xhelaluhu. Pa çka se në moment Ademi a.s. gaboi. U pendohu për gabimin. Zbritën të dy në dynja, edhe dhe jetonin të sheta bashkë me të mallkumin atje, që do t'jeni armiq të njëri tjetrit. Nga pamja e parë ne kuptojmë që ata që ka urdhëruar Zoti xhelle xhelaluhu mos mu afro, mos u afro. Në jetën e përditshme ku ne jemi sot, Allahu xhelle xhelaluhu na ka përmend